Të fjeturit më shumë se 9 orë gjumë mund të jetë një tregues i hershëm i sëmundjes së Alzheimerit. Shkencëtarët kanë zbuluar se ata që shpenzojnë orë të gjata në shtrat kanë dyfish më shumë gjasa për të prekur nga dementia përgjatë 10 viteve të ardhshme. Ndryshimi i regjimit të gjumit, sipas ekspertëve, është tregues se Alzheimer është shfaqur në tru, në atë pjesë që kontrollon zimin, e përpasoj dëmtohet. Shkencëtarët gjetën gjithashtu se ata që flinin 9 orë më shumë kishin volum të vogël të trurit. I duhej më shumë kohë për të procesuar informacionin dhe tregonin shenja të humbjes së kujtesës. Në këtë studim morën pjesë 2400 persona, të cilët u ndoqën për gjatë 10 viteve, duke çuar kështu në zbulimin e të dhënave të reja në lidhje me Alzheimerin. Autori i këtij studimi, Matthew Pace, nga qendra mjekësore e Universitetit të Bostonit, tha se matja e kohës së gjumit mund të jetë një mënyrë shumë e mirë për të ndihmuar në parashikimin e rrezikut të një personi për prekjen nga Alzheimeri brenda 10 viteve.